A i dini nga ndryshon këto të dyja? Në njërën dorë kam strukturë metal krom kobalt, ndërsa në dorën tjetër kam strukturë titani. Të dyja janë materialet të cilat përdoren për protetikën implantare në laboratorin dentare. Biokompatibiliteti që shfaq titani është shumë herë më i lartë se biokompatibiliteti që shfaq krom kobalti. Pra, bëhet një lidhje shumë më e mirë me indet e buta dhe me indet e forta në gojën e pacientit. Një tjetër dallim midis këtyre dy materialeve është pesha. Titani ka një volum afërsisht deri në 4.5 gram për centimetër kub, ndërsa krom kobalti shkon deri në 9 gram për centimetër kub. Por le të ndalojmë një hap që është shumë i rëndësishëm për laboratorin. Struktura e titanit anodizohet, çka do të thotë që ne mund të ndryshojmë ngjyrën, edhe ky është një avantazh shumë i mirë për të humbur reflektimin e ngjyrave të errta. Ndryshe nga metali krom kobalt, i cili duhet patjetër që t'i vendosësh një shtresë opakerit për të mbuluar ngjyrën e errët të tij dhe të mos kemi reflektim në përpunime.